Mirdita. Treni bulgar që u aplikua gjërësisht në Shqipëri, mbeti në stacionin e Pekishtit. Doli mashinat dhe mbeti aty. Pas një informacioni që deputeti i ardhshëm i Elbasanit, Blendi Himçi, mori mbrëm se në fshatin Pekisht, në Barkafen e kryeplakut të fshatit, Dervish Ismaili, vëzhgues besnik i Partisë Socialiste, ndodhen sasi e konsiderueshme materialesh votimi, flet votimi, lista votimi dhe narko euro. Narko euro. Siç keni paju në rast e Kasharit, në rastin të Kastir, dhe në rastet tjera ku paralel me qendrat e votimit ishin mbritur zërat e trenit bulgar nga patronazhistët, kjo pra ishte një praktik shumë e përhapur. Sot në mëngjes, herët, Zoti Himçi shkoj vetë në Barkafen e Dervish Ismailit, hapi hyri brenda dhe në vendin ku u ishte informuar, u gjet i gjithë materiali zgjedhor që do paraqesim tani para jush. Këto që shifni ju, janë flet të votimit, listat e votimit, të gjetura, që e kishin kaluar për disa net shflinin, pra në Barkafen e Dervish Ismailit. Tjetër, Dervish Ismaili, Dervish Beqiri, se nga trova mirë, Dervish Beqiri është vëzhgues i Partisë Socialiste Bashkia Peqin, KZAZ-ja numër 45, qendrat e votimit numër 2292, 2293. Tani, e shikoni të volinën, plot me euro, karta identiteti, bollek i madh. Kjo është tovolina e krimit elektoral. Këto janë listat, janë 117 flet lista votimesh, me vula, si që shifni, tyre e vërtete e dirams, vazhdo me tutje. Tani, këtu është zoti, ma e pak një minut. Blendi, mundësisht, bëj pak shpjegimin vetë tani. Faktikisht, kam qenë i pranishëm në Barkafen e zotit kryeplakut të fshatit Pekisht, qësisë administrative shes Dervish Beqiri të bashkisë Peqin, që quhej Dervish Beqiri. Kishe pasur dhe rolin e vëzhguesit, ashtu siç tha edhe doktor Berisha, dhe
e kam pyetur, i ishin hapur në këtë tavolinë dhe janë gjetur 10 fletë votimi dhe janë 117 fletë, siç e shikoni me vulat njoma, të vullosura nga Bashkia Elbasan dhe nga Bashkia Peqin dhe gjendja civile e asaj zone, bashkë me firmat përkatëse, ku pikërisht deklaron vetë me fjalët e tij që i ka marrë nga Bashkia, ndërsa për fletë e votimit pretendimin që ka është që ishin për të mësuar dorën banorët se ku duhet votoshin. Jo, to son to je on për të verifikuar një. Që janë? 3 fletë votimi. Ku i ke gjetur? Po i ka bua ata të këtu i ka bua nuk i shkolla. Po mirë me këto fletë votimi Këtu i ka sjellë ata të Sami Hasana i ka sjellë ato, të partisë. Unë nuk e kur nga kanë për haxhon nuk e bëj ato. Ska që parti në shtëpi, ku banone. Nuk ka këtu shtëpi aty, nuk ka problem. I gjeno aty dëut. Edhe ne do të haxhon nuk ka atë, nuk bëj shkollë për shtolla. Ja, tjetër kolla ti? Tjetër do të tresh. No, haxhon nuk bëj fazë. Për të punë edhe? Izoj, e kuptoj që fanë më marri përgjithësi penale, Po, unë asnjë gjë jo, se do të rrinë policia. Ajo zafër duke të shohë për analiza. Ta shohim. Kjo flinë të unë për të ata këto të tërgoma të një këto. Do i mandë të rrasë policinë, dhe se o para policinë. Po ti do të natru me gruri me që të rrës policisë, dhe këto e këllon me gru, se e këllon. Pra, Unë më dhe një që jam të në Pekisht. Në një lokal Dervish të qiri. Kam gjetur vetë votimi dhe listat e votuesve. Jemi pare të një elektorat, në duta, në përrehatën e policisë në tonë edhe prokurorë në kaqë. Dervish dhe qiri, në Pekisht. kriminali në kryet bashkisë është furnitori i kriminalëve të tjerë për të realizuar trenin bullgar në mënyrën më antiligjore, antikushtetuese. Pra kjo është fytyra e vërtetë e Edi Rams, fytyra e vërtetë e këtyre zgjedhjeve të cilat kur nuk do njihen. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krimi i qeverisë teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Ka vetëm një ne kemi me qindra dokumentat pafundme të shkatrimit, të shtrimit të procesit zgjedhor në farsë elektorale, pra kjo është farsa e vërtet elektorale, dhe ne duhem që shqiptarët të votojnë dhe të mos vuajnë farsën elektorale dhe pasojat e saj. Ne do qëndrojmë me të gjitha potencialet tona, fuqin tonë, që shqiptarët të votojnë si qytetar të lirë të një vendi, dhe jo të përjetojnë farsat e turpshme elektorale, që janë të njëjta me ato të Zimbabves 30 viteve më parë.
besoj se e keni të qartë, e shifni vetë. Gjithçka janë rezultate të paracaktuara. Unë mund të them ju se do shifni gjëra të do shifni kuti votimi në cilat 200 flet njëra pas tjetrës kanë të njëjtën palosje. Kanë të njëjtën palosje. Çka do të thotë që kuti e parë ose është treni bulgar, që është e njëjta gjë pastaj. Isa Mëzyra nga Ora News, kam një pyetje për fletët e votimit që janë duke u transmetuar në këto pamje. Pra, këto janë fletë votimi, ose si bindemi ne që këto janë fletë votimi origjinale, pra të printuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo janë fletë tip, pra, si që kanë bërë kandidatët, i kanë printuar thjesht për t'u treguar votuesve të tyre se si duhet të votojnë. Kjo i përket aspektit Kjo i përket pastaj policisë shkencore për të vendosur nëse janë të kopjuara apo jo, por si që shikoni, qoftë në llojin e materialit fletës, qoftë në ngjyrë, apo gjithçka tjetër është identike, qoftë edhe në formatin e fletës, është po i njëjtë. Nëse do ishte në formën e mundësisë për ta identifikuar ose për treguar, mund të ishte në një format A4, dhe jo me këtë lloj formati, siç është tipike fleta e votimit. Kjo mund të jetë ndoshta edhe në qoftë falso, supozojmë, mund të jetë edhe situata që vazhdon përsëri treni bullgar sepse është pa identifikuar. Tani, ai kurs, ai u zhvillua pikërisht për të mbuluar këtë. Se këto nuk ka sy që nuk i shef që janë reale. Megjithatë, por Partia e Krimit Edi Rama për t'i hapur rrugë shteg trenit bullgar, krijoi disa fake flet votimi se gjoja do të mësonte socialistët si të votonin. Kjo ishte pikërisht se gjoja do të mësonte se për të mësuar. Këto ishin thjesht për të maskuar këtë akt që kanë bërë, që bashkit kanë shpërnda flet të votimit tek qendrat paralele të krimit, ku janë dorëzuar, ose kuti të mbushura, ose treni bullgar e njëjta gjë, ka disa mënyra realizimi i tij. E dytë është për sa i përket kontestimit që do i bëni zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për shembull, tek diaspora ju keni orientuar numëruesit antar të KZAZ-s që në fund të proces verbalit të shkruhet që komisionerët nuk e njohin rezultatin e diasporës. A është bërë kjo tjetër dhe a është bërë kjo procedurë dhe në KZAZ tjera në Shqipëri, pra ju do ta kontestoni vetëm rezultatin e diasporës apo në të gjithë KZAZ, pra në të gjithë vendin? Ne tani, siç e dim, janë dy votime të veçanta, apo jo? I diasporës është i veçantë dhe çdo vot është vlerësuar dhe do vlerësohet përputhje me ligjin. E njëjta gjë do bëhet në proceset e përgjithshëm, por në aspekte tjera, ja për shembull. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se në dy qendrat ose janë vendosur kuti të mbushura paraprakisht, gjë që nuk mund të jetë pa shenja, jo, nuk ndodh pa shenja, ose pastaj është aplikuar treni bullgar. Por fletë të votimit s'mund të jenë kur në këtë formë jashtë qendrës votimit. Urdhë? S'kanë shkërkojnë aty fletë votimit. Që s'ka, ato janë dhënë për këtë përdorim. Ndaj dhe është një
damkosje, nuk është problemi këtu, është absurde të mendosh se vetëm diaspora. Çfarë do thoni ju për 20.000 votat e ministrit të arshëm të brendshëm Balla, Arken Balla? Çfarë mund të thuash? Sa janë votat ato të qytetarëve? A nuk është çdo vot krim aty? A nuk është çdo vot krim? Po Ani Durnishi, po grupin Elbasan, po grupin Shkodër, po grupin Kosh në Vlorë kudo, një fjalë. A nuk janë vota krimi këto? Çfarë përfaqësojnë këto? Përfaqësojnë vullnete qytetarëve apo vullnete kriminalëve, e vrasëve serial, të mbrojtur nga Edi Rama dhe Altin Dumani? A nuk denoncojnë 10-15 mbasa 30 herë tropin dhe pojen si zotrit e portit Durrësit? Kush i mbron të ata? Vota në krim dhe krimin vot. Ju e dini, Altin Hajri ka marrë leje ndërtimi, personin ndjekje. Poja disa, jo një. Ka çdo gjë të cilat groposën nga kriminal të tipit Dumani dhe Edi Rama. Groposën. Çfarë besoni ju, çfarë mendoni ju se antimafia italiane e ka bërë për qëllime elektorale vonimi? Jo, ja ka vonuar Dumani për qëllime elektorale antimafis italiane. Ka mashtruar antimafin italiane, si ordiner. Se kemi operacion dhe prisë na prishpun tani, du ta ndjekim se do zbulojnë dhe ka që aqa, më apo jo. Dhe poja Çarferen, kush e njoftoi? Elvis Doçin, edhe të tjerët. Kush i njoftoi? Këtu është një krimini, këtu e në të gjithë bashkë. Edhe ato shishe 36.000 euro, me kej pinte e djera, ma kujtoni ju. Me kej hapte. Këtu është bota e krimit është gjerë, ka krejë në organizatë, se kjo është e dirama, por këto janë zgjedhjet. I them këto fjalë për gjitha ata lakej, që nga mëgjesi gjendarë bërë avokatinë e farsës së turpshme elektorale nga i vendin dhe popullit tyre, mercenarë të vërtet të fjalës lirë dhe të moralit njerëzor. Bërë avokatinë e dhunimit të vos, uron, ja ku është. Faqesri që dalin mbushin në një studio, një gjep dhe një studio tjetër, një gjep tjetër nga qeveria për të bërë avokatinë e rëmbimit të zjedhe, farsës. Kështë fars, kështë turp, për shdo kombë, për shdo vend. Çfarë është ajo? Urdo? Është modeli që mund të tregon për shembull. Ky është shembulli, modeli që mund të tregon. Ja, ku është modeli, kush e pyeti për modelin? Modeli, kjo është një nga modelit, ja u kemi gjetë dhe modelin atyre, këte kanë përdorë. Ato shifë për masat janë safi, janë originale vota, kurse modeli është ky. Ja pra. Merë? Tjetër. Dy pyetje. Pyetja e parë, ju, zoti im, që telefonuat policinë e shtetit,
A ka një akt konstatimi nga ajo se çfarë u gjetët tek ai lokal dhe çfarë ndodhi midis jush, policisë shtetit dhe materialeve zgjedhore të gjetura nga ju në tavolinë? Dhe a keni patur komunikim me agentën e BKH-s apo me prokurorin e caktuar për fushatën elektorale në Elbasan? Faktikisht kemi thërritur policinë e shtetit, kam njoftuar gjithashtu dhe drejtuesin e prokurorisë jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, lidhje me rastin në fjalë, dhe ka qenë pranishëm policia e shtetit e cila ka vepruar konform rregullave, kanë konstatuar nëse shikoni edhe lek të gjetura në banak, të cilët ishin lek, euro dhe pound. Po ta shikoni janë pjesë e krimit elektoral, sepse nuk ka kuptim që të qëndrojnë euro, pound edhe lek në të njëjtën kohë në barin e një lokali. Këto para që janë aty tek ajo foto në tavolinë. Po ti shikoni janë në numrin 5, po ditën e sotme të konstatuar nga policia. Po ta shikoni edhe pamjen janë policët në këmbë në lidhje me situatën. Kujt janë kartet e identitetit? Tani, aty ka kartë identiteti, ka patent, ka dhe 2 dokumenta tjerë të cilët nuk mund të sqaroj më konkretisht sepse janë pjesë e sekretit hetimor. Kaq mund t'ju konstatojmë nga pamjet vetëm filmike siç e shikoni. Edi Ram, njëra është Edi Rams, tjetra është ati, kush është ati Elbasan kryetar? Urdhë? Arbian Mazniku. Arbian mafiozi, Miljoranci. Dhe diçka të lutem, në komunikimin që keni patur me zotrin, çfarë ju ka thënë për fletët e votimit? Pra, si i ka marrë ato fletë votimit, se nuk dëgjohet mirë në video? Në pritshmëritë e personit pretendon që janë fleta për të provuar firmosjen, nuk deklaron për të mësuar se si votohet, por nuk deklaron nëse janë fletë votimi të vlefshme apo të printuara apo falsa. Nuk jep sqarim për këtë zotëria. Do të kërkoni materialin zgjedhor, po them dokumenti që printohet nga pajisja Pej për KZ-n në fjalë, ku ishte vëzhgues edhe zotëria në një farë mënyrë për të bërë edhe identifikimin nëse personat të cilët kanë votuar kanë edhe identifikimin përmes biometrik përmes pajisjes. Çdo gjë do të zbatohet ligji, ne do bëjmë çdo përpjekje të ligjshme ligjore. Por kjo flet vetë. Ky është një mekanizëm që flet vetë. Tani këtu, ose këto kanë tepruar nga mbushja e kutisë, sepse ne kemi dhëna të sigurta që janë përdorur kuti të mbushura, posaçërisht nga Lubi Balluku, por jo vetëm, ose pastaj treni bulgar që prodhon të njëjtin efekt. Sepse edhe në trenin bulgar, ai që t'jep fletën e palos dhe të thot shko hidhe në kuti kështu. Pra është i njëjti efekt dhe këtu, pastaj duhet një ekspertizë shumë e hollë për dalluar nëse ishte treni bulgar apo kutia e Edi Rams, e Lubi Ballukut. Kam edhe një pyetje. Qoftë edhe për zotin Alizoti apo për zotin Inçi si të qarkut më konkretisht. A keni ju informacione a përkon numri i fletëve të shkëputura të dalë me proces verbal me numrin e qytetarëve të cilët kanë votuar, pasi nëse ato fletë votimi janë të vlefshme dhe janë shkëputur nga proces verbali që merr KZ-ja, i bie që të ketë që numri i fletëve të votimit të tërhequra të jetë më shumë se sa numri i fletëve të gjetur në kutitë e votimit. Mund t'ju them diçka, që në 80% të rasteve nga KZ-t nuk ka arritur dot bëhet skanimi i kutive. Mjafton ky fakt që nuk është bërë skanimi i kutive dhe ju të kuptoni që mund të jenë kuti krejt të ndryshme nga ato të paskanuara. Do t'ju jap edhe një fakt tjetër çka ka ndodhur në Elbasan. Në orën 8 të darkës deri në 6 të mëngjesit për 6 komunat poshtë Kumindit, që janë pjesë e bashkisë Elbasan dhe po ju konstatoj
që fillojnë Shirgjan, Gjergjan, Tregan, Shushic, Gjinar, Zavalin, janë hequr dritat nga ditën e shtunë duke u gdhirë e diel. Të na shpjegoj Belinda Balluku, të na shpjegoj drejtori Oshes, pse janë hequr dritat, kush ka qenë shkaku për këto 6 komuna, që të lëviznin fare lirshëm makinat për ndarjen e lekëve dhe të mos kishte pamje filmike për to. Pra, të grabisim me çdo çmim zgjedhjet. I garantoj se do të mbrojmë me çdo çmim votën. Tani, le të shkojmë pak me logjik. Që duan fletët e votimit, lista me vull e institucioni shtetëror në një lokal. Ne nuk jemi hetus. Ne jemi njerëz që bëjmë politikë. Kjo është për të treguar nivelin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ju si njerëz, si media që mbani perceptimin e lartë demokratik, bashkë me ne duhet jeni të shqetësuar. Ç'duan fletët e votimit, listat e institucionit shtetëror në një lokal, për çfarë duan? Moralin e zgjedhjeve dhe na jep këto rezultate, të cilat përngjajnë me kohën e Maos dhe me kohën e Veriut. Kjo është logjika. Çfarë duan këto në një lokal? Dhe këto janë ato që janë kapur sot. Po sa mund të jenë në të gjithë Elbasanin dhe gjithë Shqipërinë të pakapura? Në saktësim, këto fletë votimi kishin vula? Në perceptimin tim nuk kam parë vula. Nuk kam parë vula sepse nuk e kam kthyer nga mbrapa, po më duket vula nuk kishin. Nuk. Zoti Berisha, ditën e djeshme ju keni përgëzuar antimafjen italiane për operacionin Ura, ndërsa sot ju akuzoni s'pak se ka gënjur antimafjen italiane. Sipas jush, çfarë nuk shkoi tek ai operacion? E kam përgëzuar dhe përgëzoj prapë dhe sot antimafjen italiane. E kam përgëzuar dhe përgëzoj dhe sot antimafjen italiane. Se po të mos që antimafja italiane, Elvis Doçi dhe gjitha ajo kompani do ishin duke pi verë Roman e Conti me Edi Ramen. Ta kemi qartë këte. Sot, po, sepse Altin Doçi, Poja i Skapit, deklaroi djeve se e kishin vendosur me antimafjen që të mos i arrestonin në kohën kur ata kërkuan. Çka tregoj se ai ka mashtruar antimafjen vetëm e vetëm që kryekriminali Durrësit Ergys Agasi me bandën e tij nga Edi Rama të kryenin operacionin elektoral që kryen. Ka asi diskutim. Dje Altin Doçi zhveshi vetën lakuriq para shqiptarve. Po në qoftë se ishte qëllimi mafjes italiane shtytja, nuk nxirtet edhe në gjykatës mafja italiane. Antimafja italiane, më fal, antimafja italiane. Ai nxori vendimet. Ai solli vendimet. Dhe ky në emër të Edi Ramës si kërkoi leje që me qenë se kemi një operacion, se kemi po la fletë raj, kushëri i tij në edhimi. Tani, se ai dëgjoni dia apo jo? Po fletë dhe në edhimi tani edhe po sqarojmë me ca gjërat, mos i arrestojmë se na duhen për vota. Po kush e si mundet ajo, më thuaj ti mua. Ata natyrisht kanë thënë, po mirë, mbi këqyri dhe tani, më falë për shprehjes, po përdora shprehje, po ajo është, u tha mirë pafshim, edhe pasi përfulloj misionin, s'ka gjë më të turpshme. Sot në vend të tij duhet ishte Altin Dumani. Duhet ishte Altin Dumani në vend Pojës. Sepse tregoj që ka bllokuar operacionin. Dhe natyrisht ai do marrë një dekorat nga Edi Rama për përmbushjen e mirë të misionit që i bëri.
që ka të bëjë me këtë video që keni denoncuar, a keni vëjtur ose a keni marrë shqetësime nga KZAZ-ja, sepse juve ju takon ose kryetari ose nënkryetari i KZAZ-s, pra keni marrë shqetësime për këtë situatë? O zoti Himçi ose apo jo? Është fakti dhe u kërkoni gjurmë, atë nuk e di. Okej. Dhe pyetja e dytë, a keni denoncuar në SPAK ende këtë video, e keni çuar ende në strukturën e posaçme antikorrupsion? Po isha ka. Po tani aty të çoj zoti Berisha. E kanë marrë vesh çdo shqiptar që ata i fusin tushi. Atë kanë hapë ca kazanat mbaj që i fusin tushi, çdo dosje për qeverinë e fusin tushi ata. Po t'ja shtoni kazanit, pakën tjetë aty. Po sot ngjarja është e sotme, siç e pe. Dhe policinë e thirri, policia mbajti erdhi, mbajti proces verbalin, natyrisht do ndiqet rruga ligjore. Por kjo është shumë e qartë, më thapë. Këtu nuk ka dallim SPAK-u me banda dhe banda me SPAK-u. Gjërsa ai ku Elvis Roshi, Elvis Toplini, Elvis Doçi, iku. E përcohen. U thanë që do arrestojnë pas një 3 muaj se kemi një operacion për të. Kemi sa biseda me te. Policia vjen zakonisht pas zgjedhjeve, se gjatë zgjedhjeve s'ka. Përvojë. Kot ja ka që të dëgjoni edhe kështu në. Kishte urdhër nga Matrixi. Nga drejtori Matrixi, si drejtori i përgjithshëm i policisë. E kemi lajmëruar gjatë procesit. Ilir Matrixi. E di çfarë i tha një prokuror italian dje në Ilir Matrixi në korridor? A e murë të vesh? Ha, tha, a i shoku ju të iku, i tha. Për Elvis Doçin. Iku, thaj. E dite që janë miqë. Miqë të ngushtë në prodhen. Miru pafshim.